butonin për të marrë tiketën. Okej, e shtypëm në ato. A me kërë? A me vetur do të me ardhë? Me vetur. A vetur zbon? Po futemi pa vetur. Pa vetur, në regull. Pa vetur po Në futemi. regull, atër edhe ma bukur. Rampat qenkan, kamerat qenkan. Kjo është hyrja e parë. Po. Tani më me rëndësi është ajo pjesë atje, se sa kjo pjesë këtu. Është një parking që 89 hapësira po thot të lira. Po. Aktualisht. Aktualisht, po. Kjo është hyrja e parë. Kështu duket parkingu nën toksor. Është komplet e digitalizume, dhe me thonë, po është shifni, në moment kur parkohet vetura, ndezë drita e kuqe, drita të gjelbër taj kena të lira për me parkuo veturën, është me sistem të zjarfikjes, automatik, këto gypat ngjyrë të kuq, është sistemi zjarfikjes, është sistemi i ventilimit, që është sistemi... Po i bje këtu as doane s'mund pjetë, apo? Sepse nëpërmjet tymit ajo mund të alarmohet. Është sistemi, do me thonë teknologjia e fundit e sistemit ventilimit dhe këto aktivizohen në bazë të sasisë dioksidit karbonit. Ventilatorët. Sa hapësira kam gjithsej këtu, se po duket kështë një hapësira më... Gjithsej janë 105 vend parkingje. 105 vend parkingje. 105 vend parkingje, po ka qenë bukur e vështirë me nxjerrë një parking në toksor, për shkak se në pjesën e gjatë ka qenë gypi kryesor i ujësillësit që ka furnizuar qytetin. Çfarë zëvendësimi është bë? Vetëm është anashkaluar. Do me thonë, bo një bypass. Është bo një bypass. Po, ka pas kablo në toksore, tensioni lartë i rrymes, fijet optike të postës, edhe rrjeti kanalizimeve. Gjitha ato e eliminuar dhe është ndërtu ky parking që po e shohim. është bëndo një studim fizibiliteti. Po, në ato se sa mund të kry punë ky parking? Po, ky mund të kryjnë punë shumë, sepse është llogarit dikon deri në 15.000 deri në 20.000 euro brenda muajit. Për shkak se është qendër i qytetit edhe ka frekuentim të madh. Ka gravitim shumë të madh. Ka gravitim shumë të madh. Pra, këtë infrastrukturë që është po e shihni për me hjek dilemat e qytetarëve se kush ka me marrë me shfrytzu, do ta merr me shfrytzu. A ka patur dilema, ë? Ka patur kështu spekulime? Ka spekulime, po. Ka spekulime, po këta do ta merr, do me thonë, kompania për parimin menaxhim në mirëmbajtje, po normal edhe ato tyra të cilat do t'i krijon, do t'i marrin për nevojat e veta dhe për pagesat punëtore. Se ekziston një lloj stigme në raport me privatin në kuadër të menaxhimit. Tani, unë dua të flas pak nga ana tjetër e medaljes. Ndoshta pjesa e privatit është më funksionale, sepse mund kujdeset më mirë në fakt në një moment. As është mendu kështu? Ka patur debat. Kjo kompani është kompani publike, po si me spjegue, në një farë mënyrë funksion si me qenë kompani private, sepse tyrat që i merë, do me thonë i pagun punëtorët edhe ka pajisje, blen pajisje. Nuk mund të kërkush me mirëmbajt ma mirë se kjo kompani. Që i bie, mund të ketë edhe punësime të reja. Marë parasysh tyrat që mund të bie. Po, besoj që po se ka me pas nevoj, se kjo do të mirëmbajt, do me thonë kjo hapësirë do të mirëmbajt, ka me mirëmbajt sheshi komplet, ata dhe ashtu i mirëmbajnë hapësirat publike dhe... Kostoja ishte vetëm me sheshit apo përfshirë këtu dhe parking? Komplet është kostoja, do me thonë, me parking, me shesh, me dyqane, deri tek galeria, dikon afër 3 milion euro. 3 milion euro, që nuk është shumë. Nuk është shumë për këtë punë që u ba, do me thonë, si po shihet kjo hapësirë, po, harrova me cek, janë edhe banjët publike. Këtu të inkorporuar? Janë banjët publike, është ashensori, do me thonë, është e kompletume me krejt që ka i duhet një parkingu, këtë infrastrukturë, do me thonë, mundu me hasë vetëm në vendet besë. Po thu si në Zvicër? Për besë, po. Nuk dallon kurrë, teknologjia është e njëjtë. Po, banjët këtu, banjët publike? Komplet i kemi. Vetëm
me një lloj apeli që të mirëmbahen, ndërkohë që ky zotëria që do ta kontrolloj. Jo, mirëmbahet, janë edhe kamerat e sigurisë, është software këtu, kjo tash lidhet drejt për drejt me stacionin e policisë. Kjo këtu? Po, edhe çdo gjë është nën kontroll. Okej. Të gjitha kamerat. Po e shohim, do me thonë edhe sheshi, janë kamerat edhe në shesh, monitorohet çdo gjë, është... Sa është vendosur nën kamera kështu komuna në përgjithësi pjesa e sheshit? Nuk është shumë e vendosur, po kemi në planifikim të gjitha sheshet e frekuentueshme edhe rrugë kryesore me vendosur në kamera. Përfshi edhe oborret e shkollave. Se ai do të shërbente për çfarë? Se e kam parë që është një monitorim, është një siguri për qytetarët, do me thonë që në këtë shesh tash ka siguri të plot edhe qytetarët kanë nevojë me dalë, me nejt, me i lanë fëmijët ato, me pi një kafe, me shetit, kjo. Me u ndi rahat. Me u ndi rahat, po, natyrisht po duke respektu privatësinë. Është edhe ashensori, do me thonë për persona me nevoja të veçanta, për me dalë një. Kryetar, po më thonë kjo pjesa e ekipit që duhet ta provojmë me makinë, si futemi brenda këtu për t'ja bërë atë testin edhe për t'a prerë atë sheritin në thojza para se të prerë sheritin ta marrë. A e bëjmë? Po, pa tjetër. E bëjmë. Atëherë, kthejmë pas pak me njerë me makinë që ta bëjmë këtë testin. Okej. Hajde bëjmë seften. Po.